Kështu, çka duhet ditë qytetari i Kosovës sot? Asnjë qeveri nuk e ka me vullnet e me dëshirë punën e dialogut. Po kur vjen në një marrëdhënie siç është Kosova me Serbinë, dialogu është një ndër instrumentet politike për me ecë Kosova përpara. Aleanca historikisht, tema nacionale, edhe kur ka qenë opozit, e ka mbështet procesin e dialogut. Përderisa kjo qeveri, zoti Kurti, e ka pas pikën e 7, 10, nuk e di, dhe është që 5 vjet u marr veç me këtë temë dhe nuk ka pas asnjë produkt. Si e shohim ne dialogun në këto rrethana? E para, dialogu duhet të jetë në kornizat e 3 elementeve kryesore. Kosova shtet i pavarur, multietnik dhe demokratik, me tërsinë e vet territoriale, me sistemin e vet qeverisës dhe kushtetues. E para. E dyta, ne do ta përdorim dialogun për ta forcu subjektivitetin ndërkombëtar të shtetit Kosovës. Kosovës i ka ndodhur 2 mrekulli. Mrekullia e parë është liria e këtij vendi që ka ardhur prej luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mrekullia e dytë dhe arritja më e madhe kombëtare është vetë shteti i pavarur i Kosovës me këtë flamur që mu kur ma ofendon dikush flamurin e Kosovës, më ndokna që po ofendona one për shkak se është shteti i dytë i shqiptarëve që ka ardhur me konceptin e dialogut, me dialog me atesarin, se na nuk jem shku në mënyrë unilaterale. Çka kemi në detyrë? Mrekullinë e tretë, mrekullia e tretë, antarësimi i Kosovës në organizma ndërkombëtar, në NATO, në Këshill të Evropës, vjen vetëm atëherë kur mbi premisat që i theksova që duhet mbrohen, i bojmë veprimet e nevojshme, jo koncesione, po kompromise. Kur ka bu Kosova, një moment, kur ka bu Kosova kompromise, ka ecë për para, Ramboje ka bu kompromis, por intervenimi NATO-s, por liria, Atisari u bos kam besu që e ka emnin pavarësia. Pra, çka duhet me bo si klas politike? Duhet ulim dhe të flasim sinqert. O, nuk kemi rrezik prej konceptit multietnik se s'ka 3-4%. Na kemi rrezik prej një